Bismillahirrahmanirrahim. Nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që shquheshin për dituri dhe nga ata që i donte pejgamberi alayhi salatu wassalam, ishte edhe Muadh ibn Jabali. Muadhi radiallahu anhu hyrë në fenë Allah duke qenë si 18 vjeçar dhe vdes duke qenë 36 vjeçar. Mirë po, pavarësisht veprimtarisë shkurt në fenë Allah subhanahu wa taala, emri i tij do të përmendet deri në ditën e gjykimit, sepse ishte nga ata që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu më i dituri nga shokët e pejgamberit sa për halalin dhe haramin. Mbi gjitha ishte njeriu më i ditur për halalin dhe haramin për tër umetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgonte në ekspedita të ndryshme për të përhapur fenë Allah subhanahu wa taala. Pavarësisht edhe brenda vendit ku jetonin, pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë herë dërgonte për t'ia falur namazin dhe muslimanëve që ishin në periferi dhe nuk kishin mundësi me ardh te xhamia pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndërsa pejgamberi sa e dërgoi edhe në Yemen dhe këtu ishte takimi i fundit me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i tha: "O Muadh, tani do të shkosh në Yemen dhe si do të gjykosh atje?" Atëherë Muadhi radiallahu anhu i tha: "Unë do të gjykoj me Kur'anin." Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bëri me dijes atje, je duke shkuar te një popull që kishin njohuri për pejgamber, se ishin të krishterë. Andaj fillimisht falju që ta besojnë Allah subhanahu wa taala dhe dërgumin e tij. Pastaj nëse besojnë, atëherë tregoju se Allah subhanahu wa taala ka bë farz obligim namazin dhe ka bë obligim zakatin për të marrë nga të pasurit dhe për t'ia dhënë të varfrit dhe kështu kategori pas kategorie për t'ia mësuar fenë e Allahut subhanahu wa taala në Yemen. Andaj edhe paralajmëroi pejgamberi alayhi salatu wassalam se vitin tjetër o Muadh, kur do të kthehesh nuk do të më gjesh mu të gjallë, mirë po mund të vish të vori im për ta vizituar ata. Dhe kjo ishte ajo pjesa më prekse për Muadhin radiallahu anhu, sepse Muadhi kishte kaluar një periudhë të caktuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra ishte një njerëz që gjithmonë shkonte pas pejgamberit asam për të studiuar dhe mësuar çdo veprim që pejgamberi alayhi salatu wassalam bënte, në mënyrë që për t'ia transmetuar të tjerëve kur kishin nevojë për dijen e dinit Allah subhanahu wa taala. Një nga fragmentet e jetës së tij që mund të jetë edhe sikletshme ishte kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e dërgoi Muadhin për m'ia fal namazin në periferi të Medinës dhe nga devotshmëria e Muadhit ishte që ta zgjaste namazin, ashtu ishte mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë po pas namazit yatsis një njeri doli dhe u shkput nga safat dhe iku te pejgamberi alayhi salatu wassalam. U anku te pejgamberi se Muadhi po e zgjat namazin dhe i tha: "Ja Rasulullah, nga mëngjesi deri mbrëmje unë merrem me punën e deveve dhe ti e din sa është e mundëpshme kjo punë. Dhe kur vjen yatsia menzi pres me fal yatsin dhe më ra me pushu. Andaj Muadhi e zgjati namazin më tepër dhe unë u largova nga safat saqë njerëzit thanë se unë jam munafik pasi nuk mujta me qëndru më tepër në saf." Ndërsa pejgamberi e thret Muadhin radiallahu anhu dhe në një formë qërton dhe i thot: "E fetanun anta ya Muadh, o Muadh, atë kam dërgu atje për me bo fitne, apo atë kam dërgu për me u fal namazin. Shiqoj kënde ke pas vetes dhe ashtu falu." Pra Muadhi radiallahu anhu, pavarësisht që këta nuk e bëri për të bërë fitne, mirë po e bëri nga devotshmëria e tij, se kështu ishin mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ishte akademia pejgamberit asam dhe ishte nga ata që kishte mësuar dhe tër jeta ballafaqoi me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mirë po ky ishte një mësim pas Muadhit se kush do vjen me pastaj të ketë një gatishmëri që në namaz të shiqon dhe të ketë kujdes se kënde ka pas, pavarësisht devotshmërisë tonë që ne mundemi me zgjat namazin, do të shiqojmë se ndoshta pas neve ka njerëz të sëmur apo ka njerëz të lodhur që nuk munden me u fal dhe se ndoshta ne i dëmtojmë njerëzit me namazin tonë. Andaj duhet kemi kujdes me këtë punë. Muadhi radiallahu anhu, edhe pse jeta e tij karakterizohet me shumë ngjarje dhe me pak vite jetesë në fenë Allah subhanahu wa taala, vdes se një djalë i ri 36 vjeçar nga mërtaja që kishte goditur një smundje dhe aty vdes për të takuar me Allahun subhanahu wa taala.